Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshorës në letrat të rrëfejnë. Jam Diana dhe të bëjmë leximin e radhës për ju të dashur. Peshor, kjo javë që po vjen nuk të kërkon të luftosh me të tjerët, të kërkon të kuptosh se kush po të luan lojën dhe ku je duke mashtruar veten. Leximi fillon ta dhe me kujdes, kalon në një periudhë ku ti e merr kontrollin dhe mbyllet me një zgjedhje që mund të ndryshoj drejtimin e javës në vazhdim, por vetëm nëse nuk e përsërit të njëjtin gabim. 7 të shpatës. Kjo është një letër që të kërkon të mbash syt hapur. Dikush mund të mos tregoj gjithë të vërtetën, të fsheh një qëllim ose të përpiqet të përfitoj nga besimi yt. Peshor. Por kjo letër nuk flet vetëm për të tjerët, mund të tregoj edhe se ti po shmang një bisedë, një përgjegjësi ose një të vërtetë që e di, por nuk do ta pranosh. Sinqeriteti do të kursej shumë probleme. Perëndëresha. Edhe këto atmosfera ndryshon, kjo letër tregon rritje, një ide fillon të japë rezultat, një marrëdhënie mund të forcohet ose një projekt merr më shumë vlerë. Nëse ke menduar të kujdesesh më shumë për veten, për shtëpinë ose për financat, kjo është java për ta bërë. Çdo gjë që ushqen me kohë dhe përkushtim ka mundësi të japë frute. Më pas vjen mbreti i kupës. Këto letra të kërkojnë të mos së marrësh vendime me nerva, mund të përballesh me dikë që të teston durimin ose të fut në një debat. Nëse reagon me qetësi, peshor, do fitoni ju. Nëse përgjigjesh me inat, do humbasësh avantazhin. Kjo letër tregon se forca jote këtë javë nuk është zëri i lartë, por kontrolli mbi emocionet. Mbreti i shkopive. Këtu vjen momenti për të vepruar. Nuk mjafton të kesh plane të mira, duhet edhe ti zbatosh, peshor. Në punë, biznes ose një projekt personal, dikush duhet të marrë drejtimin, e se letra tregojnë se ai person duhet të jesh ti. Nëse pret që të tjerët të të japin shtytjen, mundësia mund të kaloj. Pas vjen me njëherë djalli. Dhe ky është ai paralajmërimi më i fortë i javës. Mund të tundesh të kthehesh te një situatë që e di që nuk të bën mirë. Mund të jetë një person, një zakon, një varësi ose një marrëveshje që në fillim duket e lehtë, por më pas do të kushtoj. Kjo letër nuk thot se je i bllokuar, thot se rrezikon të futesh vetë në një situatë nga e cila më vonë do të jetë më e vështirë të dalësh. Mos e ngatro tundimin me mundësinë. Dhe java mbyllet me letrën 0. Kjo flet për një fillim të ri, por jo për një hap të verbër. Nëse ke mësuar nga ajo që ke kaluar gjatë javës, atëherë ky fillim mund të jetë shumë i mirë. Nëse futesh në të njëjtën histori pa mësuar asgjë, do të marrësh mësimet nga ato që ke përjetuar, rrezikon të përsërisësh të njëjtën cikël. Letra 0 të fton të ecësh përpara, por me sy të hapur, jo me naivitet. Të dashur peshor, jo çdo njeri që të buzëqeshë e ka qëllimin tënd më të mirë në zemër dhe jo çdo mundësi është aq e mirë sa duket. Besoj intuitës, mbaj kontrollin mbi emocionet dhe mos u kthe aty prej nga mezi ke dalë. Ju e dini shumë mirë për çfarë po flas. Nëse zgjedh me mendje të kthjellet dhe jo nga tundimi i momentit, kjo javë mund të shënoj fillimin e një etape shumë më të mirë për ju.